Zona Postribës po shndërrohet gjithnjë më shumë në një atraksion të rëndësishëm turistik fal bukurive të saj të rralla natyrore dhe historike. Kjo zonë njihet për vende mhanitëse si Ura e Mesit, Kalaja e Drishtit, peizazhet malore, natyrën e gjelbër dhe traditat mikpritëse të banorëve. Së fundmi fshati Drisht në Postribë është kthyer në një destinacion mjaft të vizitueshëm edhe fal investimeve të banorëve të zonës dhe sipërmarrësve privat, të cilët kanë ndërtuar bujtina, restorante dhe ambiente çlollëse për turistët. Këto investime kanë ndikuar jo vetëm në zhvillimin e turizmit, por edhe në promovimin e traditës dhe kulinarisë lokale. Israel, first time, very beautiful. Vim nga Izraeli, është shumë bukur këtu. Ne ndaluam rastësisht dhe zbuluam këtë vend. Nuk dini më parë për të, por kur erdhëm këtu pam se është vërtet shumë i bukur. Njerëzit janë të sjellshëm dhe miqësor. Gjithçka është në rregull. Ushqimet janë të freskëta, natyra është e gjelbër dhe malet janë të mrekullueshme. Nuk kemi çfarë themi tjetër, përveç se është thjesht bukur. Ky është një fshat shumë i bukur. Ndoshta disa njerëz e njohin këtë vend, por duhet të flisni më shumë për bukuritë tuaja që t'i shohin sa më shumë vizitor, sepse është vërtet i veçantë. Traditat janë shumë të mira dhe çdo vend ka diçka unike. Çdo vit kjo zonë po tërheq një numër gjithnjë më të madh vizitorësh, vendas dhe të huaj, të cilët zgjedhin të eksplorojnë historinë, kulturën dhe çetësinë që ofron kjo zonë.